bëni nëse doni të jeni më të organizuar, është thjesht të vendosni prioritetet tuaja, të ndani tasket më me rëndësi dhe t'i vendosni të parat dhe më pas të vendosni tasket e tjera ose detyrat e tjera që ju mendoni të bëni dhe që ndoshta nuk janë aq të rëndësishme për të përmbushur patjetër sot. Kjo më sjell ndërmend një shembull shumë të bukur të një profesori i cili i kishte treguar nxënësve të tij ose i kishte kërkuar më saktë që të vendosin disa gura të masive të ndryshme në një kavanoz. Dhe çelësi tu ishte që gurat më të mëdhenj duhet të vendosen të parët, më pas pak më të vegjël dhe kështu me radhë deri te grincat e rërës. Kjo bën të mundur që çdo lloj guri të futet në kavanoz, pra çdo lloj tasku të kryhet, çdo lloj detyre të kryhet, dhe ju do të habiteni se sa shumë kohë ka për të gjitha këto. Duke filluar që nga detyrat më me rëndësi, që sikur vetëm ato të kryheni gjatë ditës, do të ishte okay, do të ishte e mjaftueshme, deri tek më të voglat që do të shikoni që duke kryer detyrat më të mëdha do të gjeni atë motivimin për të kryer më pas çdo gjë tjetër. Për të ndihmuar në lidhje me këtë, mund të mbani një blog të vogël me vete, duke qenë se unë preferoj të shkruaj me dorë, domethënë çdo gjë më pëlqen ta shkruaj me dorë, tasket e mia, të reflektoj duke shkruar në blogun tim, por kjo gjë mund të bëhet më së miri dhe në telefon. Kjo do t'ju ndihmojë vërtet shumë. Dhe në momentin që ju do të bëni tik sikur vetëm një nga detyrat që ju keni vendosur për të bërë, do të shikoni se sa motivim do të gjeni për të kryer të gjitha detyrat e tjera. Dhe edhe sikur të mos i kryeni, mos u mërzisni me veten tuaj, duke qenë se jo çdo ditë është njësoj dhe normalisht ne planifikojmë, por gjithmonë ka të papritura. Dhe nuk duhet jemi të fiksuar që të kontrollojmë çdo gjë dhe të bëjmë çdo gjë ashtu siç ne e kemi menduar, sepse ndonjëherë kështu ka qenë e thënë. Ndonjëherë kur të kaloj pak kohë do të shikoni që ajo gjë që ju nuk e bët, në fakt ishte për të mirën tuaj dhe nuk ishte e thënë për t'u bërë në atë moment. Por në një moment të dytë dhe do të bëhet më së miri, gjërat do të shkojnë vaj. Po ta bënit në atë ditë, mund të hasnit shumë vështirësi ose ajo mund të bëj, po do të bëj pas shumë mundimesh, ndërkohë që po ta lini të bëhet në kohën e vet, çdo gjë do të shkojë më së miri dhe do ta habiteni se sa shpejt keni për ta kryer si detyrë. Kjo është për të organizuar dhe për të qenë i qartë në mendin tuaj çfarë keni për të bërë, dhe ju ndihmon të ndjeni më të qetë, shpirtërisht, mendërisht dhe emocionalisht.